Qëllohet me thik në rrugë futbollisti nigerian i flamurtarit. Futbollisti i flamurtarit Sodiq Atanda është qelluar me thik këtë mbrëmje në Vlorë. Policia lokale ka thënë se ngjarja ka ndodhur pas një konflikti të çastit në vendin e quajtur Kali Trojës. Sipas njoftimit, autori dyshohet se është person që vuan nga çrregullimet mendore. Dyshohet se nigeriani 31 vjeç ka qenë duke ecur në rrugë kur është qelluar me thik nga 21 vjeçari me iniciale DB, i cili vuan nga probleme të shëndetit mendor. Fatmirësisht, futbollisti ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Vlorë, informacion paraprak. Rreth orës 18 në vendin e quajtur Kali Trojës gjatë një konflikti të çastit, për motive të dobta ka mbetur i dëmtuar lehtë në dorë, dyshohet me mjetprerës tik, shtetasi SA 31 vjeç. Me origjinë nigeriane. Pas marrjes së mjekimit në spital, 31 vjeçari është paraqitur në komisariat për të bërë kallëzimin për rastin. Fal veprimeve të shpejta të kryera nga strukturat e komisariatit të policisë Vlorë, është bërë i mundur identifikimi i autorit dyshuar, shtetasi DB, 21 vjeç. Vjen puna për kapjen e tij, cili paraprakisht dyshohet se vuan nga probleme të shëndetit mendor. Grupi hetimor vjen punën për sqarimin dhe për dokumentimin e plotë të ngjarjes, njoftoi policia. Ai është shoqëruar në ambient e spitalit të Vlorës, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve, ndërkohë që policia po e merr në pyetje.